Granit Xhaka ishte kryefjala e ndeshjes mes Kosovës dhe Zvicrës. Papritmas, tifozët e Kosovës filluan ta vërshëllinin vazhdimisht sa herë që Xhaka merrte topin. Pas ndeshjes, Granit Xhaka u pa në një diskutim të tensionuar në dukje me kryetarin e Dardanëve, Lulzim Berisha, e babai i Granitit Ragim Xhaka e ka sqaruar këtë situatë, duke thënë se Berisha i kërkoi falje kapitenit të Zvicrës. Nuk ka pasur asnjë diskutim me Lulin, ai ka ardhur dhe i ka kërkuar falje Granitit dhe neve për të gjitha ata që fishkëllyen ndeshjet Dardanët. Nuk e bën këtë gjë të tillë, por tifozët e tjerë që kanë qenë prezent, tha Ragim Xhaka. Zvicra dhe Kosova barazuan mbrëmje me 1 në Fadil Vokri në ndeshjen e fundit kualifikuese për Kupën e Botës. Tashmë Zvicra siguroi direkt biletën për në kampionatin botror të vitit 2026, ndërsa Kosova do duhet të luajë edhe 2 ndeshjet e play-offit e më pas të shohim nëse do të jetë edhe ajo një mes pjesëmarrësve në botrorin e Amerikës. Mbrojtësi i kombëtares së Kosovës, Albian Hajdari, i ka dhënë përkrahje Granit Xhakës pas pritjes jo edhe aq të mirë në ndeshjen e mbrëmshme. Kosova mbylli kualifikuesit me një barazim 1-1 në Prishtinë ndaj Zvicrës, në ndeshjen e luajtur në shiun e Rept të martën mbrëma. Këto kualifikuese ishin historike për Kosovën pasi arritën ta mbyllin në vendin e dytë, duke siguruar një vend në play-off. Megjithatë, ylli shqiptar i cili mba fanellën e Zvicrës, Xhaka, nuk u prit edhe aq ngrohtë nga një grup i tifozëve në stadium, të cilët vendosën ta vërshëllejnë pas çdo prekje të topit. E gjithë kjo vjen pas disa deklaratave të mesfushorit të Sunderland kundër Albian Hajdarit dhe Leon Avdullahut, të cilët lanë fanellën e Zvicrës për të përfaqësuar Kosovën. Por ishte pikërisht Hajdari i cili i doli në mbrojtje pas ndeshjes, duke postuar një fotografi së bashku me Xhakën dhe Avdullahun me një mbishkrim: "Ne i jemi një." Kjo fotografi u shpërnda edhe nga Avdullahu, duke treguar që edhe mesfushori e përkrah dhe nuk ju ka mbetur as pak hatri nga deklaratat e bëra. Fotografia u rishpërnda edhe nga vetë Granit Xhaka më pas. Granit Xhaka, kapiteni i padiskutueshëm i Zvicrës, zbriti në Fadil Vokri për ndeshjen e radhës ndaj Kosovës, ku në pjesën e parë një numër jo aq i madh, për të thënë dhjetra nga tribuna lindore, i vërshëllyen yllit të futbollit shqiptar. Shkaku ishte një deklarat për 2 lojtarë të rinj shqiptar, Albian Hajdari dhe Leon Avdullahun, të cilët Xhaka i vlerësoi si jo të gatshëm për të marrë minutazh të rëndësishëm në përfaqësuesen helvete, duke marrë si shembull Ardon Jasharin, një tjetër shqiptar që luan për Zvicrën. Por kjo situatë nuk duhet të hidhërojë askënd. Granit Xhaka asnjëherë nuk e ka fshehur prejardhjen e tij, dhimbjen e familjes dhe historinë e kaluar, dhe gjithmonë ka folur me krenari dhe me zë të lartë për rënjet e tij shqiptare. Ai vazhdon të mbetet një nga mesfushorët më të mirë në botë, aktualisht duke luajtur në Ligën Premier me Sunderland dhe më parë ka bërë karrierë të suksesshme te Arsenal dhe Bayer Leverkusen. Në kombëtarin e Zvicrës, Xhaka ka qenë lider i jashtëzakonshëm me gola dhe paraqitje memorabile, përfshirë ndeshjet kundër Serbisë ku ka treguar karakter dhe pasion, duke festuar me fanellën e Jasharit, një moment krenarie që nuk harrohet lehtë. Ai mbetet shqiptari vetëm i nominuar për topin e artë, një arritje individuale jashtëzakonshme. Numri që e vërshoi ishte i vogël në stadium, por Granit, edhe pse sot je i hidhëruar, mos harro, mira për të mos thënë miliona shqiptar të duan në zemër për atë që je, atë që përfaqëson dhe që ke bërë për vendin tënd, Kosovën. Në fund, Granit Xhaka mbetet simboli i profesionalizmit dhe lideri natyrshëm. Ata që e duan dhe e njohin e dinë se vlerat e tij nuk mund të fshihen nga pa kritika të izoluara.